ka të bëjë me servisimin ose me mirëmbajtjen e pajisjeve, sepse për shembull fjala vjen nëse do marrim një aparaturë mjekësore, është mjaft komplekse, është e ngjashme me një kompjuter, se çdo gjë është kompjuter. Por aparaturat mjekësore janë sisteme automatike, që do të thotë krahas një kompjuteri që kanë të integruar, kanë dhe pjesën automatizuar që funksionon. Pra, për të proceduar pikërisht për në aspektin shëndetësor, siç kemi pajisje laboratore, për shembull pajisje estetike, pajisje kardiologjie, pajisje imazherie, kuptohet pikërisht kanë ndërlikimet e veta, por kjo varet nga eksperienca. Gjëja kryesore dhe primare që unë faktikisht për gjitha pasionuarit nëse kanë dëshirë, çdo gjë fillon nga informatika. Çdo gjë fillon nga një PC e thjesht, nga elektronika. Që do thotë që aty është baza e gjithçkaje. Nëse je një IT i mirë, nëse je dhe një inxhinier elektronik i mirë, pas pak specializimesh, mund të arrish që të profilizohesh te kjo pjesë, por çdo gjë është aktualisht me pasion. Sepse unë faktikisht kam pasur dhe kolegë të tjerë që kemi mbaruar